Djathi është sekreti i një jete të shëndetshme. Të hash djath mund të jetë çelësi i një jete të shëndetshme. Një studim i Universitetit të Kopenhagen zbuloi se djathi i bën mirë shëndetit të zemrës. 139 vullnetarë morën pjesë në një eksperiment 12 javor. Në këtë periudhë ata u ndanën në 3 grupe. Njëri grup konsumoi 80 gram djath me yndyrë dhe grupi i dytë konsumoi 80 gram djath pa yndyrë dhe grupi tjetër nuk konsumoi djath fare. Për habi, grupi që konsumoi djath me yndyrë nuk pati asnjë ndryshim në kolesterolin e keq, nuk e shëndosh dhe nuk pati rritje të tensionit. Përkundrazi, shëndeti i tyre u përmirësua pasi u rrit niveli i kolesterolit të mirë. Ekspertët këshillojnë djathin e përgatitur vetë në shtëpi për të marrë këto përfitime dhe çelësi qëndron te sasia e konsumit të tij. Ekspertët këshillojnë të mos konsumoni më shumë se 50 gram djath çdo ditë. Kështu do të merrni benefitet dhe efektet pozitive.